Fushata ime e parë është e para 23 viteve, nëse që s'gaboj, edhe janë shumë, në fakt janë pothuajse çdo 2 vjet. Unë kam bërë nga një fushat, sepse fushatat kanë qenë pushteti lokal, pushteti vendor, pjesore, të mijat, të partisë, kështu që janë më shumë se 10. Të gjitha të ndryshme nga njëra tjetra, edhe megjithëse ti mendon që je shumë i përgatitur për të qenë pjesë aktive e një fushate, gabon nëse mendon kështu. Ke eksperjencat e tua që ndihmojnë, por ndërkohë jo, fushatat janë të ndryshme sepse nga ndonjëherë edhe kodet zgjedhore janë të ndryshme, dhe mënyra e votimit është e ndryshme. Edhe zonat janë të ndryshme. Edhe kjo sigurisht e bën të larmishme këtë gjë, të diversifikuar, por nga ana tjetër e bën dhe të vështirë. E ti duhet mësosh gjëra të reja pavarësisht se mendon që i di të gjitha që lidhen me një fushat normalisht. Sistemi majoritar është një sistem i gjithë pranuar në disa shtete të zhvilluara të botës, sidomos botën anglosaksone. Është një sistem shumë i ashpër. Dhe unë nga leksioni që kam marrë, nga mësimi që kam marrë aso kohë, gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje është e para që Tirana ime, unë jam një grua e lindur dhe e rritur në Tiranë. Gjyshit e mi kanë ardhur para se Tirana të ishte kryeqytet në këtë qytet. Tirana ime mbaronte tek stacioni i trenit. Në një kohë që kuptova që pavarësisht se kisha qenë nënkyetare, edhe kisha qenë dhe prefekte e qarkut të Tiranës përpara sa të garoja, kuptoja që Tirana ishte shumë më shumë se kaq. Ishte deri tek shinat e trenit, thoshim ne dikur në kufi me Paskuqanin. Por e them këtë jo në kuptimin administrativ të fjalës. E them këtë në kuptimin e njerëzve të ardhur rishtas në qytet që kishin nevojë për asistencë, për infrastrukturë, për shkolla, për çerdhe, kështu me radhë, për rrugë e tjera. Ky ishte një leksion i madh. Leksioni tjetër ishte që ti në asnjë mënyrë nuk duhet të demonstroje anën tënde feminile. Paraqitjen tënde të qenit grua, me fragilitetin, me thyshmërinë që ky emër mban. E kundërta duhet të ishte. Domethënë ti duhet të tregoje anën burrërore të karakterit tënd, mundësisht të mos demonstroje në asnjë rast që ishe një grua e kuruar apo thjesht të burrëroheshe për të mundsuar më shumë vota. Që është një gjë shumë negative që sot është zbutur goxha në fakt të them të drejtën, sepse shoqëria ka ecur, ka përparuar, është emancipuar. Dhe tjetra gjë është që ai ishte një leksion shumë i madh, shumë i mirë, për dikë që fillonte në atë moment të bënte gara elektorale politike. Sepse duke qenë majoritar, dhe duke marrë guximin të garoje që në fillim majoritar, ti garat në proporcional i kishe shumë më të lehta, se dhe janë ndërkohë më të lehta. Por ndërkohë, sot që flasim, vim tek muaji i sotëm, kodi elektoral këtë herë është një mix i një proporcionali jo të pastër me një majoritar të deformuar, dhe kjo e bën për ne që garojmë është e thjesht, pothuajse krejt e qartë. Për publikun është shumë e vështirë, para sepse është një kod totalisht i ri, është një flet votimi komplet e re, dhe insistoj të them që KQZ-ja dhe forcat politike në po të doni, duhet të informojnë publikun çdo ditë për fletën e votimit, mënyrën se si votohet, sepse është në detyrimin e shtetit që njerëzit të jenë të sqaruar, dhe vështirësia ime sot nuk është as të shpjegoj programin e Partisë Socialiste dhe as të shpjegoj kush jam. Është të shpjegoj si duhet votuar. Njerëzit vinë nga fasha të ndryshme sociale, njerëzit vinë nga kultura të ndryshme, nga backgroundet të ndryshme edukimi, nuk mund të jenë të gjithë njësoj. Fleta e votimit duhet të jetë e thjesht, e kuptueshme, gjë që më rezulton që nëse nuk shpjegohet, më rezulton që njerëzit do të kenë shumë vështirësi dhe shumë fletë do të vazhdojnë të dalin të pavlefshme. Le të mos harrojmë, dhe e mbyll këtu përgjigjen e gjatë, që në votimet e mëparshme të para 4 viteve,
Tirana ka pasur mbi 12.000 flet votimi të pavlefshme, që do të thotë mbi 12.000 do të thotë një deputet. Kështu që kjo është një gjë që ne duhet ta kemi shumë në vëmendje, në radhë parë sepse demonstrojmë respekt ndaj votuesit, në radhë të dytë sepse duhet realisht ta lexojmë vendimarrjen e publikut, e votuesit kur votat të numërohen. E para gjykoj që sa më shpejt që të mundur që ne të sqarojmë publikun për mënyrën se si do votohet, aq më mirë është. Ka qenë lehtësisht më e thjeshtë më parë, 4 vjet më parë, sepse ne kandidatët kishim një numër. Në të paktën numri përgjithsisht fiksohet më thjesht. Rridhe në numërim rendor, pra është më e thjesht për tu perceptuar nga publiku. Këtë herë nuk ka numër, ka një listë emërore të bazuar mbi një rend alfabetik sipas mbiemrit, sipas gërmës parë mbiemrit, po ndërkohë mbiemri nuk është i pari, pra nuk është Kodheli Mimi. Edhe ti shkon ABCD dhe vazhdon te këja. Është emri dhe pastaj vjen mbiemri i dyti dhe ndërkohë lista emërore është sipas mbiemrit. Ky është një detaj që i ka shpëtuar atij që ka bërë listën, që ka konceptuar fletën e votimit. Nuk është një detaj i qëllimshëm, se askërkush nuk ka qëllim që të ngatërrojë publikun, se partitë politike duhet të jenë atje që publiku të jetë totalisht i qartë. Askërkush nuk gjykoj unë, nuk e ka në vëmendje përkundrazi, kundërta është e vërtetë, që publiku duhet të jetë sa më i sqaruar. Kjo është një gjë. Tjetra gjë ju thatë që pse Partia Socialiste ka ndërlikuar kodin zgjedhor dhe fletën e votimit. Atëherë, përgjigjja ime është kjo. E para, kodi zgjedhor është bërë në bashkëpunim me partitë e tjera. Ne kemi votuar me 3/5. E dyta, mendoj që është menduar, qëllimi ka qenë shumë i mirë. Të rinjt që partitë kërkojnë të fusin në parlament, është e vështirë që të futen duke qenë relativisht pa njohur. Kështu që një mënyrë e mirë për t'i bërë të rinjt pjesë të politikës dhe të parlamentit është të jenë lista të sigurta. Në një kohë që votat i marrin ata që janë të afirmuar herët në politikë. Pra, janë disa shtylla, po themi, po e konsideroj veten një të tillë, me modesti, që aderojnë parti prej vitesh, që janë prej vitesh deputet, që janë të njohur prej vitesh, dhe kjo mbase bën një mix të kësaj që mbritëm të prodhojmë këtë herë si politikë. Unë them që kodet zgjedhore asnjëherë nuk janë perfekte. Në asnjë vend, në asnjë lloj demokracie të zhvilluar. Zbatimi i tyre duhet jetë perfekt. Në mënyrë që opinioni, vëmendja e publikut të lexohet sa më afër me rezultatin, të lexohet sa më drejt. Në fakt nuk do doja ta komentoja listën e Partisë Demokratike për asnjë arsye, po në listën e Partisë Demokratike emrat janë pothuajse të gjithë të vjetrën politik. Kështu që nëse Partia Socialiste guxon, dhe kur një forcë politike guxon, i thonë në anglisht only the brave, vetëm më të trimat, më të guximshmit fitojnë. Dhe ne kemi ditur të guxojmë edhe herë të tjera, në mbase me kosto më të larta, por fakti që kërkojmë një mandat të 4, pra kemi 3 mandate që fitojmë, ky fakt historik na jep të drejtë ne. Pra kemi qenë ne që kemi guxuar, që edhe kemi mbritur të fitojmë zgjedhjet. Kështu që besoj që do të fitojmë edhe këtë herë, madje jam e bindur që do të fitojmë edhe këtë herë, për shumë arsye, por edhe pse kemi guxuar të kemi në listë
njerëz që janë të afirmuara në fusha të tjera, po që jo domosdoshmërisht janë të afirmuar në politikë. Po ndërkohë, unë ju garantoj që Parlamenti shqiptar ende do të vazhdojë të ketë disa emra, madje shumë emra, personalitetesh që kanë kohë që merren në politikë. Qasja ime ndaj publikut është relativisht shumë e ndryshme nga qasja e disa kolegëve të mi që janë po në njëjtën fushë betejë. Unë jam një person, duke qenë një person që jam një person publik, kam pasur mundësinë të demonstrohem në më shumë se një rast për kush jam dhe çfarë kam bërë për njerëzit. Si kam shërbyer vendit, si kam shërbyer njerëzve. Dhe kjo më fut mua në fushë betejë më të fortë se sa të tjerët. Dhe këtë kam mundur ta demonstroj në vite sepse kam shumë vite që merrem me këtë gjë. Kështu që dhe kam pasur pozicione të rëndësishme në qeverinë shqiptare, një arsye më shumë akoma për ta thënë këtë gjë dhe për ta pretenduar. Kështu që nuk kam nevojë të kem qindra veta staf mbas vetes. Fare. Sepse punoj me këtë gjë. Tjetra gjë është, unë shikoj shumë kolegë të mit që e thash edhe diku tjetër, që bëjnë kërkesa individuale, mbase me shumë të drejtë. Unë të njoh ty, kam pas shok klase, ti e di që unë jam, ose shoqe klase, ti e di që jam gocë mirë, kam qenë dhe më mirë me mësime, pse të mos vazhdoj të jem në parlament. Ka që thjesht është. Jo, unë nuk mund të jem kjo. Unë jam një person që elaboroj, që flas për politika të shtetit, të forcës time politike, për rrugtimin evropian. Mund të duket, ku diun, me inflacion të lartë kjo gjë që them, sepse thuhet për ditë. Në fakt jo, është një gjë që duhet ngulitur tek mendja e njerëzve, është një proces shumë i rëndësishëm. I flas kur shkoj të flas me një biznes. Ulem këm kryq dhe diskutoj me ta problematikat e ligjit të tatim taksave, të ligjit të doganave, të procesimit, ku di unë, të lëndës parë, të shumë problematikave që ata kanë. Pra, të sigurimeve shoqërore të punojësve, të punës me një bilance jo me dy bilance. Pra, patjetër mund ndihmon edhe eksperjenca dhe backgroundi im financiar mbase në këtë rast, me që po flasim për biznesin. Pra, është totalisht një qasje tjetër e imja. Kështu që le të kenë të rinjt stafe dhe le të jenë sot në pozicione qeverisë dominuese. Besoje, është e vështirë që të barazohen me eksperiencën time politike. Kështu që nuk e kam fare problem këtë. Problemi im është që njerëzit duhet të jenë të qartë, të qetë, të dinë dhe të duan të vendosin vetë ata, të mos votohet me fis, të mos votohet me mënyra tjera të tipit i pari këtu, i pari atje, i forti këtu, i forti atje. Do të thënë, kjo sigurisht ka të bëjë me emancipimin shoqëror dhe do kohë. Ky është një problem i imi. Një problem tjetër i imi është që a mundem unë të i çoj të gratë shqiptare atë që unë kam bërë për gruan shqiptare dhe atë që mund të bëj ende që nuk e kam bërë dot ende. A mundem unë të jem duke më parë mua në rolin e gjyshes, a mund të isha unë njeriu i duhur për të vënë bazat e një legislacioni totalisht modern që lidhet me të rinjt, që lidhet me perspektivën e tyre në Shqipëri apo jashtë. Këto janë çështje që mua më shtyjnë, jo vetëm ta bëj ende këtë punë, po të bëj një fushat që është pak më e ndryshme nga fushatat me të tjerët, po që ndërkohë më rezulton ende një fushat ku mund t'ja dal dhe do t'ja dal. Kjo e qasjes metodave të reja më intrigon shumë, kjo që thoni. Sepse unë në fakt, pavarësisht se kam dije të
të mjaftueshëm të mira kompjuterike, punoj në disa sisteme, patjetër sepse kam pasur dhe puna të tilla. Sigurisht nuk punoj AutoCAD-in që punon djali im si arkitekt, po duhet të them teknologjinë e pranoj, e njoh mirë, relativisht mirë, më pëlqen. Por shikoj që tendenca për të qenë i suksesshëm në Reelse, tendenca për të blerë ca like, kur mesazhi që ke dhënë është asgjë ose gati asgjë, është një tendencë e frikshme sociale. Që nuk është një tendencë vetëm e një shtese të caktuar, kryesisht të rinjve të shoqërisë sonë. Është një tendencë mbar botërore. Që do të bëj përkorsin e vet, do të bëj rrugtimin e vet. Nuk e di ku do të ndalemi me këtë gjë. Sigurisht që mbase do të ndalemi mbasi të kemi një revolucion tjetër, po unë e sigurt që nuk do ta jetoj nuk do të kem mjaftueshëm kohë për ta jetuar atë revolucion që do ta ndali këtë revolucionin e teknologjisë lart. Por le të vim tek gjëja jonë e vogël. Shpesh herë njerëzit thonë që ti deputete ose shefe, nuk të tërheq kjo shumë, duhet të bëjmë këtë, duhet të bëjmë atë. Në disa raste më intrigon kjo gjëja. Por duhet mesazhi, duhet projekti i ardhshëm politik i forcës time që përfaqësoj. Dhe shpesh herë unë vëre që një gjë si përfaqësore, pra një fotografi, po themi e imja e bukur, e pa përpunuar, nuk vë fotografi që nuk jam unë, këtë më duhet ta them. Pëlqehet më shumë se sa një mesazh i rëndësishëm që unë përcjell pa pasur fotografi. Sepse ritmi është i tillë. Me shkencë, so vetëm 7 sekonda ndalon gjithkush në një lajm, në një cili do qoftë, në një lajm ose në një foto ose në një pamje ose në një njoftim apo që është shumë pak për të shkuar brenda, për të pasur një dije më të thellë për çka tjetër kush do të përcjell. Dhe kjo është një luftë, një betejë që një njerëz që bën ato që bëj unë duhet në fakt ta fitoj në një mënyrë ose në një tjetër. Sepse kuptoj që shumë kush, sidomos brezi i ri, ka një tendencë të vlerësoj vetëm nëpërmjet këtyre metodave. Thellë, mbase kjo gjë më bezdis deri diku, është prapë vlerësoj jashtë masës, por po mundohem të jem në nivelin e kërkuar, çka kërkon shoqëria sot lidhur me këtë gjë. Por ajo çka është më e rëndësishme, më lejo të ndalem këtu, është që njerëzit shpesh herë të perceptojnë si një njeri, serioz, që merresh me këto puna serioze dhe e harrojnë dimensionin tënd human. Kjo është një gjë që duhet të transmetohet sidomos nëpërmjet rrjeteve sociale. Se shumë e rëndësishme që njerëzit të ndjejnë më pranë. Se është ndërkohë distanca vetëm kur prezantohesh, duke qenë që je një njeri që ke pasur një pozicion, njerëzit e krijojnë rrudhen vetvetiu. Kështu që për ta bërë këtë gjë, për të demonstruar që jo, ti edhe gruaja që hekuros në shtëpi, ti edhe nëna, je edhe gjyshja, në rastin tim edhe bija që i shërben një nëne. Ti ke edhe dobësitë e tua, ashtu siç ke edhe pikat e tua të forta. Sigurisht të bën më humane, të bën më afër njerëzve dhe kjo është një gjë që duhet dhe mund të transmetohet, pa u egzageruar, se shumë kush kërkon të shitet ai që nuk është. Dhe kjo shitje fillon që nga programet e shpikura për të hequr rrudhat në fytyrë. Unë rrudhat nuk i heq as në ditën time të përditshme dhe as kur dal në fotografi nëpërmjet programeve. Sepse rrudhat e mia demonstrojnë që unë kam jetuar jetën, thellësisht madje, edhe jam krenare për rrudhat që kam bërë, sepse çdo rrudhë është në mos një pikë loti, një vuajtje, është një stërmundim për të bërë një gjë më të mirë në jetë, për të rritur djalin që kam rritur, për të mbajtur familjen që kam mbajtur. Edhe kjo është shumë më tepër humane se çdo foto e përpunuar në Instagram apo Facebook. Duke takuar shumë njerëz, sigurisht që ti prek realitete nga më të ndryshmet. Më krijohet kjo ide që kur ne jemi në
fushata elektorale për pushtetin lokal, administrativ, fushatat janë relativisht më të thjeshta, sepse gjërat që premtohen dhe gjërat që kërkohen janë shumë të prekshme, shumë konkrete. Networku i tubacioneve të ujrave të shiut, ujrave të zeza, një fasad pallati, një kopësht më shumë, një rrugë më e zgjeruar, e kështu me radhë. Në zgjedhje politike, në fakt ti duhet mbash një stek tjetër kund, se flasim për zgjedhje politike. Forcat e politike ti bën bilancet e 4 viteve, apo të 8 viteve, apo po doni të 12 viteve, dhe ndërkohë demonstron edhe atë që do mund të bësh, apo pretendon atë që do mund të bësh në 4 vite në vazhdim. Edhe shpesh herë njerëzit, njerëzit nuk harrojnë, por shpesh herë krijohet ideja sikur ti nga një ligjvënës je në fakt një drejtori një drejtorie në bashki dhe duhet të merresh patjetër edhe me gjëra shumë modeste, po që ndërkohë afektojnë jetën e gjithë secilit nga qytetarët. Kështu që ti je në këtë dilemën që të premtosh nga këto gjëra duke ditur që duhet të kesh një lidhje të vazhdueshme me pushtetin lokal që ka detyrimin ta bëjë këtë gjë, por ndërkohë pushteti lokal nuk rri në eter, nuk rri i palidhur. Se pushteti lokal që të mund të bëjë disa investime, duhet të jesh ti si ligjvënës që t'ja vësh në dispozicion parat për të bërë investimet. Pra e gjitha është e lidhur fort. Kështu që personalisht në disa raste kam dashur edhe do mund të ndërhyj personalisht, sepse është në detyrimin tim kushtetues si deputet, që të mund të zgjidh çështje konkrete, pragmatiste të qytetarëve, qoftë edhe të dy ndërtesave, qoftë edhe të një ndërtese, qoftë edhe të një bloku fare të vogël. Dhe ti dëgjon ankesa, madje mëson nga disa gjëra. Për shembull, po them një gjë, shumë e rëndësishme që ne të trajtojmë moshën e tretë. Ka disa qendra të moshës tretë. Shikoj që ka nevojë për të pasur më shumë. Është shumë e rëndësishme që ne të trajtojmë shkollat janë, se mos në njësinë 8 janë bërë shumë shkolla të reja. Janë të bukura, janë të reja, janë me ngrohje, janë me palestra, janë me standarde, janë me obore, janë një mrekulli. A mjaftojnë? Tirana vazhdon të rritet në mënyrë eksponenciale. Nuk di t'ju them statistikat e sotme, por në gjykimin tim kam idenë, nëse nuk gaboj, rritet nga 30 në 35.000 banor çdo vit. Dhe vetëm në njësia 8 për 4 vite është rritur, që është njësi e vogël, është rritur me 6.000 banor të rinj. Pra këto banor duhen njohur, duhen sistemuar, duhen adresuar. Dhe e gjitha kjo të bën ty të kesh një angazhim të përditshëm, pra ti duhet të rrish pranë njerëzve, duhet të rrish në kokë çështjeve, duhet të rrish në kokë probleme. Ndërkohë që detyra jote kryesore në fakt është të bësh sa ligje më të mira në Parlamentin shqiptar. Dhe e bukura është, se nuk dua ta bëjmë shumë zyrtare këtë diskutim, që për shembull, nëse që unë them që unë kam qenë në parlament 8 vite, kryetare e Komisionit Politikës Jashtme, që është në fakt komisioni më i rëndësishëm në parlament në një mënyrë, njerëzit nuk kjo u thot pak ose shumë pak. Pavarësisht se shteti është edhe mbrojtje dhe politike e jashtme dhe ekonomi dhe arsim dhe shëndetësi dhe është çdo gjë dhe shumë çka. Por kritika bën një punë shumë të rëndësishme, por që disa njerëz nuk u thot asgjë. Pra ti duhet të zbresësh realisht me këmbë në tokë për të projektuar një mirëqenie më të mirë tek qytetarët. Por ju them, disa gjëra me të vërtetë i kam për zemër. Një ndër këto është gruaja. Tjetra është rinia duhet të rri këtu, po që të rri këtu duhet të ketë oportunitete më të mëdha, patjetër. Dhe oportuniteti nuk është fryrja e administratës. Oportuniteti është kushtet e barabarta të studimit, kushtet e barabarta të garimit dhe mundësisht incentivim i pashtershëm i biznesit privat. Ne ndërtojmë një sistem të ekonomisë së tregut, po ndaç në zhargonin e përditshëm një sistem kapitalist
ku është privati që mban shtetin dhe jo e kundërta. Me mundësi jemi tashmë për 35 vite që duam të ndërtojmë këtë sistem. Nuk mund ta ndërtojmë këtë sistem me mundësitë e sistemit nga ku vinim. Është e pamundur. Se shikoj disa të rinj që kanë atë mundësi pa e njohur fare atë sistem. Dhe kjo është e trisht. Tjetra gjë, gjykoj që nuk duhet të lëmë bazdore moshën e tretë. Ne kemi bërë dhe do bëjmë përpjekje për të rritur pensionet. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Është e vërtetë që kemi rritur rrogat e ushtarakëve, rrogat e policëve, rrogat e administratës. Pensionet janë kryefjalja jonë këtë 4 vjeçar. Edhe unë e kam një pensioniste në shtëpi. Për çfarë kontributi ka dhënë shoqërisë, meriton shumë më tepër nga pensioni që merr. Pak po e sigurt. Kështu që po jo vetëm pensione, po dhe kushte më të mira të ndëjturit në një komunitet. Sot pensionistët po rrinë gjithmonë dhe më vetëm, se fëmijët kanë larguar. Edhe vetmia është një gjë që vret më shumë se sa të qenit pa bukë. Kështu që duhet ta vëmë njeriu në qendër të politikës. Jo politikën ta vëmë në qendër të njeriut. Njerëzit nuk duhet merren pothuajse fare me politikë. Se po tjetë njeriu në qendër të politikës time, nuk ka pse ai merret me mua. Unë merrem me ta. E kundërta duhet vlej. Edhe mendoj që do bëjmë shumë çka, por gjëja që më intrigon më shumë është rrugtimi evropian. Për mua do të thotë injektim parash në ekonomi, më shumë se gjithçka tjetër. Rritja e standardeve, të sigurisë, të rrugëve, të shkollave, të kopshteve, të gjithçkaje. Injektimi i parave në ekonomi duhet të jetë kryefjala e arritjes tonë pas 4 vitesh. Sigurisht, të qenit barabartë midis barabartëve është absolutisht një ëndër e gjyshërve tanë e jona, do të jetë uroj shumë të mos jetë më ëndër e fëmijëve tanë. Por injektimi në ekonomi është një gjë që duhet të ngulitet në mendjen e njerëzve. Sigurisht që për të injektuar para, se të parat janë të tjetër kujt, duhet që ne të jemi të përgatitur, të kemi know-how-n e dur, pra dijen e dur, duhet të kemi projektet e duhura, edhe duhet të mos kemi korrupsion. Kjo do ta bëjë Shqipërinë pastaj që realisht të ndihet ajo diferenca e madhe midis asaj që çka po lëm edhe asaj që na pret përpara. Pse duhet po të isha qytetar i thjesht, pse duhet votohej Mimi? Le t'ja bëj pyetjen vetes kështu. Shiko, Mimi është një person me empati. Pra kam një ndjesi për të qenë afër njerëzve të zhvilluar më shumë se sa shumë kolegë të mit. Sigurisht dikush bëhet i suksesshëm politik pse është i ftohtë, pse është cinik, po bën gjëra në politikë. Po dikush është suksesshëm politik pse ka këtë ndjesinë e të marrit pranë të shqetësimeve problematikave të njerëzve. Dhe unë gjykoj që pavarësisht se kostoja shumë e lartë, gjykoj që Mimi është kjo. Mimi është një qytetar i mirë i këtij vendi, që e ka ditur dhe besoj di akoma ta përfaqësoj shumë mirë atë dhe unë jashtë. Unë jam një nga shqiptarët e pakët në këtë vend që jam kavalier i Legjonit të Nderit të Republikës Franceze. Një titull i lartë që i jepet shumë pak të huajve. Nuk po përmend kush e ka këtë, se pastaj më rriten veshët shumë se kush e ka këtë në Shqipëri, por e kanë me të vërtetë disa njerëz shumë të spikatur të historisë së Shqipërisë. Edhe e përmend gjithmonë këtë gjë, po jo për treguar që kam këtë titull. E përmend këtë gjë për treguar që Shqipëria aso kohe mori pjesë në një mision ushtarak të Bashkimit Evropian në një nga vendet më të rrezikshme në botë, siç është një vend si Mali në qendër të Afrikës, një vend me rrezikshmëri klasifikohen atë më rrezikshëm se sa Afganistani vet. Ku djemtë tan ishin trajnera dhe trajnonin njerëz lokal bashkë me ushtarakët francezë, se si mund të çminohej vendi toka që ishte e gjitha nën mina. Dhe ky veprim i jashtëzakonshëm e ngrinte Shqipërinë në një piedestal, pra jo vetëm Mimin si individ, ku pak vende aso kohë rrinin.
dhe ka marrë falënderime dhe lëvdata nga aso kohë ministri i mbrojtjes i Francës, që më vonë u bë ministri i jashtëm i Francës, për një trup të përgatitur dhe ata të surprizuar pozitivisht në mënyrë eksponenciale. Dhe unë thosha në përtryeza, Shqipëria është e denjë të jetë në një mision Bashkimit Evropian ushtarak dhe nuk qënë ka e denjë të rrinë në një tryezë me Bashkimin Evropian për ca punë më të thjeshta, sepse shumë relative kjo gjë. Dhe i gjithë ky perkors, i gjithë ky rrugtim është shumë politik se sa burokratik, ku ti shkon edhe i vë nga një okej të gjithë atyre ligjeve të cilat Evropa ti kërkon që ti ndryshosh. Është fillimisht një proces politik dhe mbetet një proces politik, ashtu siç është proces politik hyrja e Shqipërisë në NATO. Kështu që edhe ky titull ka ardhur si një bashkëpunim që unë në pozicionin e ministrit mbrojtjes kisha me homologun tim francez, po që e ngriti Shqipërinë në një pjedestal ku nuk ishte ngritur më përpara në ato fushë për cilën po flisnim. Kështu që sa herë që e përmend këtë gjë, sigurisht që mbushem me krenari, po mbushem me krenari si një njeri që ka përfaqësuar Shqipërinë, jo si një mimi që është kavaleri i Legionit të Nderit. Edhe padyshim që kjo e bën më intriguese, më komplekse figurën time, po ndërkohë Shqipëria ka marrë lëvdatat, forcat armatosore shqiptare kanë marrë lëvdatat që kanë merituar.